Qala al-muallif rahimahullah, autori i librit Sharh as-Sunnah, Imam Barbahari rahimahullah ka thënë: Wa qala Sufyan ibn Uyayna, ka thënë imami Sufyan ibn Uyayna, man nataqa fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kalima fa huwa sahibu hawa. Kush nxjerr një fjalë, sado që të jetë e vogël, me kuptim të keq për shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ai është njeri i epsheve. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pastaj e ka thonë një hadith, ky hadith nuk është i saktë. Ashabi kan nujum, shokët e mi janë sikur yjet, me të cilin e ndjekni, ashtu do të jeni të udhëzuar. Ky është hadith maudhu, hadith i jo i saktë. Thot shejhu Allahu e mëshiroft, wal amru kama qala Sufjan. Çështja është ashtu siç ka thënë Sufjan ibn Uyayna. Bel qala Abu Zur'a ar-Razi. Madje Abu Zur'a ar-Razi ka thënë: Idha ra'aita ar-rajul, kur e shihni një njeri i cili yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, flet për njërin prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, fa'lam annahu zindiq. Dijeni se ai është zindik. Fjala zindik në kohën e gjeneratave të para ka qenë fjalë shumë e rëndë. Wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haq. Ne kemi obligimin ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wal Qur'anu haq. Kur'ani kemi po ashtu është haq. Pra Muhamedi alayhis salatu wassalam është haq, Kur'ani është haq. Wa inma adda ilayna hadha al-Qur'an والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kur'anin dhe sunetin shokët e pejgamberit alayhis salatu wasallam kanë qenë shkaku, sebebi që neve na ka ardhur këtu. Wa inma yuriduna an yujarrihu shuhudana. Ata që kanë pruar, kanë tubuar Kur'anin, ata të cilët kanë bërë kopje dhe kanë përhap gjithandej, siç ka qenë Uthmani radhiyallahu anhu. Ata të cilët e kanë mbrojtur sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasallam, ata janë shokët e tij. Kështu që çdo lëndim apo çdo plagë që ju drejtohet shokëve të pejgamberit alayhis salatu wasallam është për qëllim me godit e Kuranit dhe sunetit. Pra është shumë e ndihshme. Wal jurhu bihim awla wa hum zanadiqa. Ata që godasin shokët e pejgamberit alayhis salatu wasallam, realisht ata janë goditur më një herë. Pastaj thot Sheikh Rabia, wa min haqqi as-sahabati alayna an nadhkura ba'da fadailihim. Ne nga obligimi që kemi për shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ne duhet i përmendim çdo herë për të mirë. Fa inna lahum wallahi lamakanatun wa manzilatun 'azima inda Allah. Për Allahun, sahabët kanë pozitë lartë te Allahu, wa inda rasulih, po ashtu te pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa inda al-mu'minin as-sadiqin, dhe të gjithë besimtarët që janë sinqert. Kur'ani është plot argumente që na drejtohet se si duhet i respektojmë ata, duke i përmendur cilësitë e tyre. Allahu i përmend sahabët bil muttaqin, me devotshmëri, i përshkruan që ata janë vepërmirë, i përshkruan që ata janë durimtar, i përshkruan që ata janë përkushtuar. E gjitha kjo është në Kur'an dhe në Sunne. Dhe dietarët kanë shkruar libra për vlerën e sahabëve. Kanë shkruar libra që flitet për vlerën e tyre. Sa që janë shkruar Sihahu al-Masanid wal-Majami fi kutub wa fi kutub khassa, pra ka libra të veçantë ekskluziv vetëm për vlerën e shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pastaj thotë Sheikhi, wa an nafdiyahum bi amwalina, me pasurinë tonë duhet i mbrojt ata. Wa anfusina, me veten tonë. Wa an nadhubba an a'rad hajamat ad-dallin, dhe duhet me mbrojnë derin e sahabeve nga sulmet e njerëzve të devijuar, min al-mustashriqina, nga orientalistët wal rawafid wal batiniyya. Rawafid, rafidit, pra dihet kush janë fraksioni më i devijuar i shijave, dhe batinit, wa ghayruhum min firaq ad-dalal, dhe të tjerë që janë nga fraksionet e devijuara. Min fadail ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam al-waridatu fi al-Quran. Argument që flet për shkrimin e sahabeve në Kur'an është ajeti ku i përshkruan Allahu në suratul Fath, ajeti fundit, Muhammedun Rasulullahi walladhina amanu ma'hu ashidda'u 'alal kuffar. Ja çfarë thot Allahu në Kur'an.
Muhamedi është i dërguar i Allahut. Shokët e tij, ata që janë me të, kanë pas dy cilësi. Fillon ajeti me dy cilësi. Ashiddau 'alal kuffar, kanë qenë të ashpër, të egër përballë pabesimtarëve. Ashiddau 'alal kuffar. Domethënë, kur kanë hyrë në betejë, kanë qenë të egër, ruhama bainahum, por kanë qenë të mëshirshëm njëri me tjetrin. Kanë qenë të mëshirshëm njëri me tjetrin. Pastaj thot Allahu, tarahum ruk'an sujadan, ata ishe në rukun sejdë, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Kanë për qëllim kënaqësinë e Allahut, mirësitë e Allahut. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Në fytyrat e tyre vrehet gjurmët e sejdës. Dhalika mathaluhum fi at-Taurat. Këtë përshkrim që e bëm ne e përmend Allahu. Këtë përshkrim që ne e përmendëm, kjo është e përmendur në Taurat. Kush është e përmendur në Taurat? Përshkrimi i sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Përshkrimi i sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Taurati te kush ka zbritur? Te Musa alayhis salam. Sa vite, sa shekuj para ardhjes së Isës alayhis salam. Profetit fundit Benu Israilve dhe profetit para fundit. Pra, para si marë Muhamedi a.s. 500 vjet, 5 shekuj ma herët e kanë ngritë Allahu në qiell i saj, që do të zbret në akhir zaman. Pastaj thot Allahu, wa mathaluhum fil Injil. E shembulli i sahabeve është përshkruar në Injil. Kujt i ka zbrit Injili? I ka zbritur Isës alayhis salam. Pra libri para fundit, para si marë Kur'ani, 500 vite. Në Injil është përshkruar shoqëria e pejgamberit alayhis salam, ka thënë Allahu në Kur'an, kuptimi, pra thot Allahu në Kur'an, ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi, sikur një bujk i cili e mbjell një farë në tokë. Nga një farë bëhet një pemë, bëhen degët e saj të fuqishme, kërcili i saj bëhet i fuqishëm. Pra në fillim kur lulëzon pema, nëse me njëherë mund thehet, është e butë, është e dobë, me kalimin e kohës e shkon duke u fuqizu. Edhe derisa të bëhet të fuqishme, pastaj era të gjitha ato nuk mund ta. Dhe çfarë bujku në kënaq? Pra ajo bim që bujkut nuk i thahet, pra bimet të cilat i mbjell dhe i thahen, ata e dëshprojnë bujkun. Por ajo e cila sjell fryte edhe fuqizohet, bëhet e fortë, ajo e kënaq bujkun. Pra është i lumtur bujku. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala, kush janë ata? Kështu e përshkruan Allahu. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë një grup i vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin vetëm ka dalë në Medinë. Ka bërë takimet në shefta, ka qenë një grup krejtësisht i pafuqishëm. Ja kanë vrarë Ammar ibn Yasir pejgamberit alayhis salam, s'ka mujt me mbrojt. A ka dhimbje më të madhe se sa me ja ekzekutu mushriket pejgamberit alayhis salam Sumejën, awwal shahidatun fil Islam, shahidja e parë në Islam. Me sytë e tij ka pa. Nuk ka pas forcë dhe fuqi pejgamberi alayhis salam, sepse kanë qenë Bilal el-Habashiun e kanë tërheq zvarr, e kanë vendosur një gurin në nxehtësinë, mesin e ditës, në gjoksin e tij, torturat ndryshme. Por pejgamberi alayhis salam ka bërë sa. Pra kanë qenë pa fuqishëm në fillim sahabët, me kalimin e kohës ka lufta e Bedrit, ka lufta e Uhudit, lufta e Hendekut, pastaj shërimi i Mekkës, pastaj me një grup njerëzish, Khalid ibn Walidi me 3000 vet përballë 200.000 ushtarëve ka fituar, edhe pse me strategjinë e tij është tërhekur dhe ka shpëtuar ushtrinë muslimane. Sepse ata kur kanë hyrë në betejën e Mu'tez, nuk kanë planifikuar mu ballafaqu me 200.000 ushtarë, me 200.000 ushtarë. Pra nuk ka qenë strategjia muslimanëve me hyrë luftë me 200.000 ushtarë. Por i katërti komandant ka qenë ushtar Khalid ibn Walidi. Khalid ibn Walid ka qenë i katërti, sepse 6 muaj më herët ka qenë pabesimtar, ka pranuar Islamin, domethënë i ka ardhur turp që më bë komandant në 6 muajve. Por derisa i mbra Reshtazi, pra Jafar, sahabët tjerë, ata ja kanë dhënë komandën Khalid ibn Walidit. Dhe ai për 3 ditë ka bërë një zgjuarsi, një shkatësi, me mira i ka vrarë pabesimtar në ushtri të romakëve atë botë, e ka tërhequr ushtrinë dhe e ka me strategjinë e tij. Pra është një temë veti që të mos zgjerohen, por
në këta hapa kanë ecë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, vetëm si shembull 3000 përballë kësaj ushtrie të madhe, aq ju ka dhënë Allahu autoritet, aq ju ka dhënë Allahu fuqi, aq ju ka dhënë Allahu bereqet. Saqë e ka thujt Allahu Sejful Islam, shfata e Allahut. Pra, kështu e kanë përhap shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam Islamin. Ku janë varrezat e sahabëve? Varrezat e sahabëve u shpërndar gjithandej. Ka sahabe që janë në Yemen, ka sahabe që janë në Jordan, ka sahabe që janë në Irak, në sotëm, ka sahabe që janë në Egjipt. Pra, në të gjitha pjesët e dunjas që kanë përhap Islamin, fuqi. Dhe kështu do me thonë kanë qenë sahabët e pejgamberit, kështu i ka marrë shembull Allahu sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam që kanë mbrojt, ata s'pari kanë mbrojt pejgamberin alayhis salatu wassalam. Luftën e Uhudit, Talha nuk ka pas pjesë në trupin e tij që nuk është godit nga shtizet. Kur e kanë rrethu mushrikët, duke mbrojt pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ka sakrifiku jetën. Aliu radiallahu anhu fëmijë është ullë në shtratin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe këta janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilët tamam fjala e Sufjan ibn Uyeinit kush flet sa do keq është pra zindik. Është zindik. Dhe kështu ka thonë Allah, li yaghidha bihimul kufar. Këtë shembull është që mi tërbu pa besimtarët. Për mi tërbu pa besimtarët. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala përmend Kur'an shumë ajete, was-sabiqun al-awwalun të parët, muhaxhirin, ansar, ata që ndjekin rrugën e tyre, Allahu është i kënaqur me ta. Wa radu anha, ata janë kënaqur me Allahun, a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, për ta ka përgatitur Allahu xhenetën në të cilat rrjedhin lumejt. Allahu thot la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Nuk janë të barabartë ata që kanë pranuar Islamin para çlirimit të Mekkës edhe ata që kanë pranuar Islamin pas çlirimit të Mekkës. Ma thonë, ata të cilët para çlirimit të Mekkës janë grada dhe më të larta. Pastaj thot Allahu ulaika wa kullun wa'ada Allahu al-husna. Por të gjithëve ju ka premtuar Allahu xhenetin. Pastaj ajete të tjera ku i përshkruan Allahu muhaxhirët në Medinë ku kanë pritë ansarët. Allahu përshkruan që yu'tuna mimma yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ata ju kanë dhënë muhaxhirëve, ata ju kanë dhënë muhaxhirinëve të Mekkës nga pasuria për të cilën kanë pas nevojë. Pra nëse dikush thep nga pasuria e tij, kjo është një vepër shumë e rëndësishme. Nëse dikush të jap nga pasuria që është shumë e çmueshme, kjo sigurisht është vlerë e madhe, por me të dhënë nga pasuria atë që ti e ke domosdoshme, nevojshme, kjo tregon pikën e lartë të imanit që kanë pas sahabët. Al-ukhuwa, pra janë vëllazëru. Abu Darda, Salman al-Farisi nuk kanë qenë vëllazër për gjaku, po janë vëllazëru në Islam. Kështu kanë filluar sahabët duke u vëllazëru. Ata të Medinës, ata të Mekkës, muhaxhirët dhe ansar. Derisa pastaj kanë ardhur argumente që në trashëgimi jo. Mëtej, pra kanë ardhur argumente që vëllazën po në Islam, me mbet vëllazëria, por jo trashëgimia. Vetëm ata të cilët e meritojnë pra që i kitë gjakun. Por kështu i ka përshkruar Allahu në Kur'an. Kemi një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam që në koment e përmend shejhu. An-nujumu amanatun lis-sama. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, akhrajahu Imam Ahmed fi al-Musnad, nga Abu Musa al-Ash'ari. An-nujumu amanatun lis-sama. Yjet janë siguri e qiellit. Çka do të thotë kjo? Fa idha dhahabat an-nujum, kur të shuhen yjet, bjen qielli. Ata as-sama'u ma tu'ad. Cili është kuptimi? Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka përmend wa idha an-nujumu tumisat, kur të bin yjet, atëherë shkatërrohet edhe qielli. Kjo është rregull, ligji i Allahut, para se ndodhi dita e gjykimit, para se të bie qielli, do të bin yjet. Kur të shkojnë yjet, bie qielli. Pastaj ka thonë, wa ana amanatun li ashabi, unë jam siguri për shokët e mi. Sa ka qenë gjallë pejgamberi alayhis salatu wassalam, siguri
e ummetit të sahabe është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se sa ti është gjallë pejgamberi alayhi salatu wasallam vjen shpallja. Çdo problematikë që mund ta kenë sahabët, çdo paqartësi, aty është Muhamedi alayhi salatu wasallam dhe zgjidhet problemi. Pra, ku nuk kanë pas ujë me marr abdes, ishte gjallë Muhamedi alayhi salatu wasallam dhe siguri për sahabët ishte zgjidhja ku mu kthy te pejgamberi alayhi salatu wasallam. Që do të thotë zbret ajeti i Tejmumit. Apo çështje tjera. Një grua ka pas mos pajtim me bashkëshortin e saj. I ka thënë ti e ki, pra shpina jote është sikur shpina e nënës time, fjalë shumë e rëndë. Dhe këto nuk lejohet më ia thon, nuk lejohet më ia thon, kanë zbrit ajete. Kanë zbrit ajete për këtë çështje. E shumë mesele tjera. Apo gratë pyesin për ciklin, kështu më radh, apo të pyetin për shpirtin dhe përgjigjja sa ishte gjallë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pastaj ka thonë i dërguari i Allahut: "Fa idha dhahabtu Fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Kur shkojnë shokët e mi, këtu është tani esenca, po flasim për vlerën e sahabëve. Kur shkojnë sahabët, atëherë do të vjen ajo që është e premtuar. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kur shkojnë sahabët, ndodhin fitnet, përhapen bidatet, xehmit. A dini që xhavarisht janë fraksioni i parë. Asnjë nga shokët e pejgamberit alayhis salatu wasallam nuk ka qenë prej xhavarishtëve. Asnjë njeri. Pra 4000 vet, apo 6000 mos gabofsha. 6000 vet që ju kanë dhënë ushtrisë Aliut radiallahu anhu, të 6000 persona që kanë qenë, apo sa mandej ka shku i Abdullah ibn Abasi, Abdullah ibn Abasi ka shku dhe i ka kërku për i tyre çfarë dyshimesh keni. Dhe kanë ngrit argumente dhe i kanë nxjerr 2000 njerëz. Dyshime, 3 dyshime i kanë pas, ato 3 dyshime kanë bërë që mi luftu ata musliman. Dhe me ato 3 dyshime u ka hek Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dhe ata e largua për 2000 vet, kur i kanë dëgjuar argumentet e Abdullah ibn Abbas. Po një nga fjalët më të rëndësishme që ka thënë Abdullah ibn Abbas, ka thënë asnjëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk është me juve. Nuk është me juve. Pra asnjëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk është me juve. Dhe me vdekjen e sahabeve janë shfaq bidatet, janë shfaq xehmit, janë shfaq murxhit, janë shfaq qaderit dhe siguri për umetin e Muhamedit alayhis salatu wasallam pra kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Dhe kjo tregon çfarë vlere të mëdha kanë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Pastaj disa janë veçuar, për shembull 10 përgëzuarit me xhennet. Ka ardhur argument ku pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë Abu Bakrin fil janna. Abu Bekri është në xhennet. Wa Umarun fil janna. Umari është në xhennet. Wa Uthmanu fil janna. Uthmani është në xhennet. Wa Aliun fil janna. Ali është në xhennet. Wa Talhatu fil janna. Talha në xhennet. Wa Zubairu fil janna. Zubairi ibn al-Awam është në xhennet. Abdurrahman ibn Auf është në xhennet. Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna. Sa'di ibn Abi Waqqas është në xhennet. Wa Sa'id ibn Zaid fil janna. Wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah fil janna. Pra, këta janë 10 të përgëzuarit me xhennet. Kemi pra Sa'd wa Sa'id fil janna. 10 përgëzuarit me xhennet. Pastaj ka argumente që kanë ardhur vetëm 3 sahabë në veçu, Abu Bakri, Omeri dhe Uthmani. Abu Bakr, Omer dhe Uthman. Qala Abu Musa al-Ash'ari, transmeton Abu Musa al-Ash'ari, hadithi është Bukhari, thot Kuntu ma Nabi sa fi hajt min hitan al-Medine. Kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një prej koshpës të Medinës, Abu Musa al-Ash'ari. Fa jaa rajul fastaftah. Ka ardhur një njeri dhe në atë kopsht ka qenë dera pra edhe ka trokit, ka kërkuar me hy. Fastuftiha është hap dera, fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ai cili pra i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dikush po troket. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë iftah wa bashirhu bil janna. Hapja ati derën dhe përgëzoje me xhennet. Ky njeri ka shku futihat lehu, e ka hap derën, ka shikuar se kush mund të jetë ky njeri që po thot pejgamberi alayhis salatu wassalam hapja derën dhe ai është banori i xhenetit fa idha Abu Bakr.
Kur thot e pash, ai ishte Ebu Bekri. Fa bashartuhu, thot e përgëzova dhe i thash, hyr, je i përgëzuar me xhennet. Fa hamidallah, ai e falendroi Allahun. Thumma jaa rajulun, pastaj pas pak kohësh erdhi një tjetër. Fastaftah, kërkoi më hap derën. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, hapni derën dhe përgëzojeni me xhennet. Thot shkova hapa derën, fa idha huwa Umar. Kur hapa derën ishte Omer radiallahu anhu. Pastaj فحمد الله edhe Omeri e falendroi Allahun. Thumma istaftaha rajul, pastaj treti kërkoi hapjen e derës. Fa qala li, dhe pejgamberi sa ato sam për të tretin tani pështon diçka që nuk tha për dy të parët. Tha: "Iftah lahu", hapja ati derën, "wa bashirhu bil janna", dhe përgëzoje me xhennet, "ala balwa tusibuhu", me sprovën që të ta godet ato, me një sprovë që ka më ndodhur. Fa idha Uthman, kur hapa atë derën ishte Uthmani. Fa akhbartu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe e njoftova çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: "Fa hamidallah", e falendroi Allah, pastaj tha Allahul musta'an. Wallahul musta'an. Do të thonë, ai kërkojnë mbrojtje dhe ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Që Uthmani radiallahu anhu ka qenë i njoftuar se do të ndodh ajo sprovë. Është ai të cilin e kanë rrethu xhavarisht dhe e kanë vrarë në shtëpinë e tij. Uthmani radiallahu anhu për 40 ditë e kanë rrethu, e kanë shfrytzuar xhavarisht pa besë. Xhavarisht historikisht janë pa besë. Pse janë pa besë? Sepse kanë shfrytzuar haxhin, kur shumica e sahabëve ka qenë haxh. Pastaj askuj nuk i ka shkuar ndërmend që do të vinë muslimanë, do ta vrajnë halifën e muslimanëve. Por sigurisht se kjo ka qenë nxitje nga ata Abdullah ibn Sebe al-Yehudi. Abdullah ibn Sebe al-Yehudi, po, një jehudi cili ka paraqitur se e don islamin dhe ka hyrë mes muslimanëve dhe i kanë mbledh ata kriminalet në vende të ndryshme të larga dhe ka ardhur dhe kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu. Dhe Uthmani ka urdhëruar, ka qenë halifi musliman, ka urdhëruar që askush të mos e mbrojë në shtëpinë e tij. E dini sa për ata muslimanë të Mekës, Medinës, falni, sa vështirë ka qenë. Kur e kanë kuptuar që po i afrohen derës së Uthmanit dhe mos më mbrojnë, sepse Uthmani e ka ditë që nëse mbrohet ai, do të bëhet një gjakderdhje më e madhe. Kështu që të vdes ai dhe nuk do të ketë më gjakderdhje. Kjo tregon se çfarë njeriu dhe çfarë burërie ka pas Uthmani radiallahu anhu. Dhe i afërmi tij ka qenë Muaviu radiallahu anhu. Muaviu radiallahu anhu ka qenë i cili ka tërbu pa besimtarët. Ai ka pas mbi 50.000 ushtar. Ka qenë superfuqi. Dhe kur ka dëgjuar që xhavarisht ja kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu në Medinë, ai i cili po i tërbon pa besimtarët, do të thonë në fushë beteja, ushtria e Shamit. Kur ka dëgjuar në Medinë, ai ka qenë shumë i zemëruar. Dhe këtu edhe ka ndodhur fitnia mes Aliut dhe Uthmanit. Ai ka kërku vrasësit e Uthmanit dalin para drejtësisë, që ka qenë plotësisht e drejtë. Dhe Aliu radiallahu anhu kur ka pa që vrasësit kriminal janë fshehë gjithandej dhe nuk është e udhës tani më marrë me ta, që ka qenë mendim më i saktë i Aliut radiallahu anhu, ai nuk ka pranuar me khilafetin Uthmanit, Aliut, Muaviu radiallahu anhu, ka thënë derisa zgjidhet çështja e vrasëve të Uthmanit, pastaj na të pranojmë për halife. Pra nuk ka bë kundërshtim Muaviu, nuk ka dalë kundrej udhëhecit musliman, por nuk e ka pranuar derisa të zgjidhet. Dhe aty ka ndodhur, dini pra historitë kur mes dy ushtrive të mëdha u bën një pajtim, pastaj nga Aliu radiallahu anhu kanë dalë ata xhavarisht, të cilët edhe më vonë edhe i kanë luftuar Aliu radiallahu anhu. Wa an ibn Umar radiallahu anhu, Ibn Umeri thot, kush është Ibn Umeri? Është djali i Umar ibn al-Khattabit, një prej sahabëve të vegjël në moshë, por të mëdhaj në dije. Pi sahabëve të ditur, Abdullah ibn, pse ka qenë pi sahabëve të ditur? Abdullah ibn Umeri, si ka jetu shumë me sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka rani Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Umeri,
Nuk këta kanë jetu me sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot, kunna nukhayr bejnë nësi fi zemrin e Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kohën kur ka qenë gjallë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kjo është argument shumë i rëndësishëm, përmendet Buhari. Thot, ne i kemi radhit më të mirë dhe ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kushin ata? Thot, fa nukhayru Abu Bakrin. Ne thonim, pra flisnim duke thënë Abu Bakri është më i miri, thumma Umar ibn al-Khattab, pastaj Omeri, thumma Uthman ibn Affan, pastaj Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Min fadail Abi Bakr, më vonë përmendim që ka konsensus që Aliu është i katërt, i katër khalifët. Min fadail Abi Bakr, nga mirësitë që i ka Abu Bakri radiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Njeriu që më shumë ti ka pas begati edhe siguri është shoqërimi me Abu Bakrin, pasuria e tij dhe pasuria e tij. Walau kunta muttakhidan khalilan, sikur të kisha marrë dikon khalil. Khalil do të thonë më shumë se sa i dashur. Ghayra rabbi, përveç Allahut, لاتخذت أبا بكر خليلا. Kisha me e marrë Abu Bakrin për khalila. Allahu i don robërit e tij të sinqert. I don pejgamberët. Por khalil vetëm dy ka zgjedh. Khalil ittakhadha Allahu Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe i dyti kush është? Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Musajin e ka zgjedh në të folur. Musajin e ka zgjedh në të folur. Vetëm dy njerëzve u ka folë Allahu drejt për drejt pa ndërmjetësim të melekëve. Të melekut Xhibril. Ai është Muhamedi alayhi salatu wassalam, ai dhe është Musa alayhi salatu wassalam. Dhe kur flitet për mu'jizat, mrekullitë e pejgamberëve, duhet ta kuptoni se çdo mrekulli që e kanë pas pejgamberët dhe se e ka pas pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam, të ngjashëm ose edhe më të mirë. Për shembull, vetëm dy njerëzve u ka folë Allahu, i ka folur Musait dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe a janë prap njëjtës kategori? Jo, sepse Musait i ka folë përderisa ai ka qenë tokë, ndërsa Muhamedi alayhi salatu wasallam i ka folur Allahu mbi 7 parçi. Pra në këtë pikë edhe më, për shembull, Musait e ka marrë shkopin dhe ka godit gurin dhe ka dalë ujë. Me dalë ujë nga guri është krejtësisht e natyrshme. Pra, Musa i ka pas dumë të fise, ka godit me shkop gurin dhe kanë infejrat, fen fejrat min në të ashtë të ajna, si së të Allahu në Kur'an. Pra, kanë shpërthyt dumë të kroje. Kjo është mrekulli, por është edhe nga guri ujë, me dalë është pothuajse edhe natyrshme. E shohim pra kur rrjedh ujë për i guri. Por nga beteja që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çumsht i ka fut duart e tij dhe ka dalë pra çumshti apo uji në disa raste ka dalë nga mishi dhe ashti. Ka dalë nga duart e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Këto janë mu'jize, këto janë mrekulli. Pra nuk janë keramete. Kerametet janë diçka tjetër. Keramet është Khalid ibn Walidi ka pi helmin edhe ka shpëtuar. Kjo është kerame, nuk është mrekulli, por është keramet. Apo siç u ka ndodhur, domethënë gjatë historisë njerëzve që me pas keramet, apo Merjemit që i ka ndodhur, domethënë me pas pema verë dimër, ajo me pas fryte. Kerame. Po ashtu argumente për Abu Bakrin radiallahu anhu është hel entum tariku li sahibi. Aja ka shëshu pejgamberin alayhi salatu wasallam në shpellën Thawr, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allahu përmend Kur'an që Allahu ka ndihmu Muhamedit alayhi salatu wasalam idh akhrajahu alladhina kafaru, kur pa besimtarët nxjerrën nga Mekka, ajete. Thani ithnain idh huma fil ghar, kur ishte veti dyti. Pra ishin dy. Thani ithnain idh huma fil ghar, kur ishin pra në ghar, në shpellë, duke ikë mushrikëve. Idh yaqulu li sahibihi, kur pejgamberi alayhi salatu wasallam i thonte shokut e vet. Li sahibihi, shokut ti, Abu Bakrit, la tahzan, mos u pikëllo, inna Allaha ma'ana.
Vërtet, Allahu është me ne. Pa në mendoni për kënd flasin rafit atë shia. Për Abu Bekrin radiallahu anhu. A ka me dyshje që Abu Bekri ka shoqëruar Muhamedi alayhi salatu wassalam? La tahzan inna Allaha ma'ana. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po i thot, Kurani po e dëshmon. Mos u pikëllo, inna Allaha ma'ana. Allahu është me ne. Sepse ka fillu Abu Bekrit pra më mërzit. Jo më mërzit se nxojnë ato, po nxojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Min fadail Omar, nga po ashtu vlerat e Omerit, të pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, e përmend Imam Ahmedi, po ashtu është në Bukhari, Muslim gjithashtu, Ihan ibn al-Khattab, o ibn al-Khattab, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, walladhi nafsi biyadi, pasha atë në dorën e të cilët është shpirti im, ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan. Shejtani nuk takon ty ndonjëherë në rrugë, illa salaka fajjan ghayra fajjik, veç se kam i marrë rrugë tjetër. Përmend Sheikh Rabia thotë që shejtanat mund me mira me kalon rrugë, ta shohin Omer radiallahu anhu, pejgamberi sa më ka thënë, ata ikin prej, largohen kur e shohin Omer ibn al-Khattab radiallahu anhu. Wal hadith qalahu munasiba. Kjo fjalë e pejgamberit alayhi salatu wasallam që i ka thënë Omer radiallahu anhu, kur shejtani të shet ty, ik, e largohet, devjon rrugën, ka një munasibe, një sebeb kur e ka thonë ta. Për çfarë e ka thonë ta? E përmend Sheikhu këtu, thot, ista'dhana Umar, Muhammed ibn Sa'd ibn Waqqas anebi nga babait i thot, ka thënë, ista'dhana Umar, një ditë prej ditësh Omeri ka kërku leje me hy pejgamberit alayhi salatu wasallam në shtëpinë e tij. Wa indahu niswatun min Quraysh. Aty kanë qenë një grup gra nga Qurayshitët. Yukallimnahu wa yastaktharnahu. Pra duke pyet për çështje të fesë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Aliyatan aswatuhun ala sauti. E kanë ngrit zërin më shumë se sa duhet. Pra natyrshmëri, gra, jo 1, 2, 3, po ka qenë disa gra, Allah alem sa kanë qenë, por kanë bërë pyetje. Por e kanë ngrit zërin. Falamma sta'dhana Umar, qumna fabadarna al-hijab. Njerë kur ka hiju Omeri, ato kanë ndryshu qasin. Fa'adhina lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, i ka dhënë leje me hiju Omeri, fa dakhala Umar wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhak. Ka hiju Omeri radiallahu anhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fillon me qesh. Fa qala Umar, adhak Allahu sinnak ya Rasulullah. O i dërguar i Allahut, fa qala ne pse po qesh, domethënë jo më thani në atë kuptimin, nuk ja them pse po qesh. Po ka thënë, ajibtu min, ku është adhak Allahu sinnak? Nuk s'pëdisi me përkthy drejt, adhak Allahu sinnak. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajibtu min haula'i allati kunna indi. Ajo që kam bëri me qesh është se këto gra që ngritin zërin, pra, falamma sami'na sautak ibtadarna al-hijab. Kur dëgjuan zonin ty, më njerë fillun me rregullu hijabin, më qenë të kujdesshme. Pra edhe me ul zërin, krejt ndryshim qasje me njëherë. Faqala Umar ibn al-Khattab, fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah. Pra atë veprim që e kanë bëu këto gra, kanë bëu për shkak të personalitetit të Omerit radhiyallahu anhu. Ne e dim, kur na vjen dikush, zakonisht është me autoritet, ndryshojnë qasjen. Dhe realisht, ne kemi pas rastin, domethënë, kur jemi ul afër dietarëve të Sheikh Abadit, të Sheikh Rabia, të ulema të tjerë, kemi pas të Sheikh Fauzani më pak në kara, apo një herë në Medinë kur ka ardhur kemi prezantu, por është një qasje ndryshe kur dietarët e mëdhenj takon. Dhe më njëherë ka ndryshuar kur ka hyrë Omeri radhiyallahu anhu. Çfarë ka reaguar Omeri radhiyallahu anhu, ka thënë? Anta haqqu, ti je më meritor. Prandaj te duhet me pas më shumë kujdes, jo ndaj meje, thot Omeri. Ja adawatun anfusihin, o ju që i bëni padrejtësi vetes juaj, ka thënë Omeri. Atahabnani wala tahabna Rasulullah. Po sillni, domthon po ndryshoni qasjen, e s'po keni nën konsiderat më shumë pejgamberin e sallallahu alaihi wasallam, fa kulna ato i kanë thënë nam, po anta afadhu wa aghlad min Rasulillah. Thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i butë. Ti
i vrasht pak, i ashpër. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ihen ya ibn al-Khattab. Pra me zid min at-tawqir wal-ijlal. Ihen ya ibn al-Khattab. Pra në këtë fjalë, walladhi nafsi bi yadihi, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, ma laqiyaka ash-shaytanu salikan. Kur të takon ty shejtani në rrugë, fajjan qat. Asnjëherë, pra çdo herë kur të takon, veçse salaka fajjan ghayra fajjik, veçse ka me marrë një rrugë tjetër. Ka me marrë një rrugë tjetër. Dhe في قصة ثابتة أن جارية نظرت كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لإحدى الغزوات فنظرت إن عاد رسول الله تضربن عليه بالدف. هذا një shembull tjetër, inshallah me këtë po përmbyllim. Përmend Sheikh Rabia, e përmend Tirmidhiu në Imam Al-Albani e bën sahih, sahiha, isnaduhu jayyid. Qissatun thabita, ngjarje e saktë. Kur themi ngjarje e saktë ne selefit, talab al-ilm duhet mjashtu ngjarje e saktë përfundi edhe burimi. Se zakonisht shohim pasues të bidatit si thot ngjarje e saktë, ajo është që është e pasaktë. Në shumicën e rasteve kur thojnë ngjarje emocionale, ngjarje e saktë, pra jep vetëm këta e saktë burimi kërkun. E saktë është sepse është në Tirmidhi, hadith Hasan Sahih wa Ibn Hibban, po ashtu qala al-Albani, ka thënë Imam al-Albani fi as-sahiha isnadu jayyid. Pra silsilat ahadith as-sahiha. Çka ka thënë? Ngjarja është e saktë Sheikh Rabia. Dhe Imam al-Albani e përmend. Kharaja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë një prej ghazawat. Çdo herë kur thuhet ghazwa gjuhën arabe është për qëllim që ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ghazawat. Pra termi ghazwa ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatu Uhud. Ghazwat kadha, ghazwat kadha. Domethënë kur thuhet ghazwa ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos gabofsh afër 17 apo 18 janë ghazawat që ka marrë pjesë luftra pejgamberi alayhi salatu wasallam. Për shembull nuk thuhet ghazwatu al-Qadisiyya. Ma po thuhet ma'rakatu al-Qadisiyya. Betejja al-Qadisiyya. Eksto më radh. Ka qenë in aada Rasulullah një vajzë gjarje shërtore ka thënë kur të kthehet pejgamberi alayhi salatu wassalam nga lufta, la tadribanna alayhi bid-duff wa litughanni. Do ta marrim atë defin, duf, edhe do t'i thojmë disa vargje. Por jo siç i bëjnë ta sufistët. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalet, kur është kthy, ka thënë ajo: "Ya Rasulullah, o i dërguar i Allahut, inni nadhartu." Unë jam zëtu. In sallamak Allah, nëse ty Allahu të shpëton, dhe vjen shëndosh e mirë, an adribu alayke bid-dufi wa ataghanna. Pra ka me thur vargje. Wa ataghanna. Pra me këndu, por jo këndim siç e bojnë njerëz me nashide këto. Që mos me keq përdorur, mos me keq kuptu, se nashide dietarët i ndalojnë, dhe kjo nuk ka të bëjë me ato çfarë bojnë këto veprime, si i shndrojnë këngë të ndaluar. In kuntu nadhartu faf'ali. Nëse ti ke vepru kështu, thot hajde. Fa shar'at tadribu fi ad-duf. Kështu ka vepruar ajo. Pra i ka thurë disa poezi. Sigurisht ka qenë re. Shumë adin vajzë vogël. Fa dakhala Umar fa dakhala Abu Bakr wa yatadrub. Ka hi Abu Bakr ajo ka vazhdu. Fa dakhala Uthman wa yatadrub. Ka hi Uthmani dhe ajo ka vazhdu. Dakhala Ali wa hiya tadrub. Kam shu defit, edhe ka hi Aliu radiallahu anhu. فدخل عمر والكهي ميري فوضعت الدف تحت استها وجلست عليها. كمارت تيفن اشت اول بيتا كهي ميري رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ليخاف منك يا عمر. شيطاني فريكسوت بريتي يا عمر. فضائل كثيره. برا كشنو ميري رضي الله عنه. اخرجه امام احمد والترمذي. امام احمد يكابن اتنجاريه والترمذي ذا امام ترمذي وذا امام الالباني رحمه الله ekabo pra sahiha. Ka edhe diç për Uthmanin, për Aliun, pro me sonte besoj që mjafton kjo inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Fix 39 minuta.